Mbikëqyrën për momentit kur e marrëm deri momentin kur e kthejmë on mbikëqyrës sa fiton. Çdo punë që lidhet me sigurinë është sfiduese. Sot e kemi detyrë me pozicionin të lartë, Do të përcjellim 2 të akuzuarit për veprat e rënda penalit. Sigurisht gjatë këtyre viteve kemi pas telashe, vështirësi gjatë punës tonë. Që detyrimisht ishte? Ani ka shumë detyrë? Sot ka shumë. Mëngjes, sot e kemi detyrë me pozicionin të lartë, rregullimisht lartë në Allah në drejtësisë, do të kemi dorën në Prishtinë, i bëmë një kontrollin ato mjetet, pajisjet e sigurisë dhe vazhdojmë. Jeni të dashur në detyrë? Po. Të më janë rrallës në pajisje. Në këtë institucion shërbej qysh nga viti 2004, do më thonë që 20 vite. Fillimisht kam punuar si zyrtare korrektuese brenda qendrës së paradrejtimit Prishtinë. Pastaj pas 5 vite kam kaluar në njësinë përfaqësim të burgosëve, si zyrtare korrektuese përfaqësim të burgosëve jashtë institucioneve korrektuese. Çdo punë që lidhet me sigurinë është sfiduese, sigurisht. Po falë angazhimit tepër të madh të stafit, profesionalizmit tyre edhe menaxhimi është më i lehtë. Gjithashtu, falë edhe përvojës tënë që e kam këtë njësi 15 vjeçare, ka qenë edhe shumë e lehtë më menaxhu kjo njësi. Pasi di sfidat. Mëngjes, kemi marrë fillimin e metodës Aleksandër Vajs. Është hapa në rapisë si pushimi. Sigurisht që gjatë detyrave tona ditore kemi probleme, kemi vështirësi, po falë angazhimit të madh të stafit kemi arritur me menaxhu sa më lehtë.
Fillimisht pranojmë urdhresa nga organet kompetente dhe bëjmë organizimin dhe planifikimin e përcjelljes. Nothing patinga tjetër, patinga e kanë bëjë. Da, na ju. Mos e na. Apo më na po të bëj. Mos e. Përveç përcjelljeve të tjera, sot kemi edhe 2 përcjellje të persona me rrezikshmëri të lartë nga Burgu i Sigurisë të Lartë për në gjykatën themelore në Prishtinë. Ku në këtë rast kemi edhe asistencën e policisë të Kosovës. Unë njoftoj që të shkojmë në zyrën e njësisë për përcjelljen të burgosur dhe zyrtari përgjegjës i kësaj përcjellje i tregon ecurinë e përcjelljes. Just Alessandro Vlajç, ki nevojë për diçka aktuale. Vini më shumë. A do të thosë? Ja, Ti më jep diçka? Ja. Po, bon. Diçka tjetër s'ki? Ja. Që ti duhet të shkojmë ishte? Ishte, çfarë? Shkojmë ne hapë. Po. Tek këtë pëmejë, hapë gojë. Tek në unë, qashtë. Da të që të gojë të një gjatë? Është një patikë në nësë. Ama patikë? Po, që të bësh... Ama qashtë. Tek onë kështu pëmejë, të qy, të pëmejë, qashtë të tjetër, njëra?
Komu çfarë? Ma po. Kapimim. Sti dushta. Komu tek shtë në gjumë? Ti që dhe? Tek komu shtë në gjumë? Komu, kështë të këtecjon. Komu, qarë? Shtë dini hava. Tjetër? Shokë, tjetër? Fatër të gjithë, më shumë? Posta. Tani jemi duke shkuar, ishim në burgun e sigurisë lartë, ku janë 2 paviona dhe një qendër e para burgimit, dhe bashkë me ekipin do të përcjellim 2 të akuzuarit për veprat e rënda penalit të tyre të cilat dyshohet se i kanë kryer, drejt seancës gjyqësore dhe në pas do të shohim se kush janë pra edhe njerë po e cekit 2 persona të cilët do të jenë para trupit gjykues sepse janë ende të parapërdosur dhe pritet vendimin për tyre. Shkojmë e pame dhe shihni se për kënd bëhet fjalë. Tani jemi tek pallati drejtësisë, po futemi brenda ku do të legjitimohen edhe aty 2 të akuzuarit dhe më pas shkojmë drejt seancës ku edhe do ketë trupi gjykues dhe më pas të nis seanca ndaj këtyre 2 personave. Unë jam Bujar Çadron, mbikëqyrës i lartë i Nisisë Transportit. Këtu jemi në pallatin e drejtësisë, presëm derisa të jap konfirmimin zyrtarit që u përgjigj këtu, që në sallën më gjykimi dhe vazhdojnë në sallë. Pastaj deri atje do të vëmë. Jo, gjatë kohës na e përcjellim të paraburgosin, deri në momentin kur e kthejmë brenda burgut. Po. Aty tani i heqim prangat, vazhdojnë seanca me stafin tonë. Po, mbikëqyrëm për momentit kur e marrëm, deri momentin kur e kthejmë, on mbikëqyrë stafit tonë. Është punë e vështirë, punë e mundimshme, po kemi arrit me një profesionalizëm të mirë. Ka do të konë brenda vitit bani 11.000 përcjellje dhe asnjë problem nuk kemi vënë deri sot. Problemet vogla.